Përshëndetje të shtrenjtët e mi, mirë se vini në Golden Truth Tarot. Dhe tani, le të fillojmë me parashikimin e muajit qershor për shenjën e Virgjëreshës. Virgjëresha në javën e parë të qershorit ju shikoj plot motivim, plot frymëzim, me shumë energji, me një forcë të jashtëzakonshme, dhe për këtë arsye, gjëra të cilat ju duhet t'i realizoni, gjëra që ndoshta kanë edhe ngarkesë nga ana fizike, për shembull riparime që lidhen me shtëpinë tuaj, apo nëse keni dashur të zhvendosni shtëpinë, të bëni disa ndryshime që janë madhore, rregullime, gjëra që kërkojnë dhe pak lodhje fizike, mund t'i keni lënë bazdore, por nga që do ndjeni shumë mirë në fillim të qershorit, plot energji, plot motivim, thoni ok, kjo është java e duhur, boll i lash edhe sot edhe nesër. Ky është momenti për ta zgjidhur, ky është momenti për të mbaruar të gjitha punët që ju duhet t'i mbaroni. Kjo do t'ju bëjë të ndjeni shumë mirë, do t'ju bëjë të ndjeni të plotësuar, të realizuar, sepse për ju si Virgjëresha të keni jetën tuaj në kontroll, pra gjithçka të jetë në vendin e vet, të ketë një sistem, të ketë një organizim, është mjaft e rëndësishme se ju ndikon edhe nga ana psikologjike, edhe nga ana mendore. Mund ta keni vënë re dhe vetë në situata kur jeni rëmuj, apo keni rëmuj në shtëpi, apo keni rëmuj në punë, apo nuk e dini se si do të shkojnë gjërat, keni një lloj ankthi, keni një lloj stresi. Ndërsa kur është gjithçka e rregullt, e pastër, gjithçka në vendin e vet, edhe ju ndjeni shumë më mirë. Të tjerë pastaj Virgjëresha do fokusohen edhe tek pjesa e aktivitetit fizik, ju shoh duke u marrë me palestër, duke u marrë me vrap në këtë javë, ndoshta edhe ushtrime që mund t'i bëni, fitnessi që mund t'i bëni në kushtet e shtëpisë, sepse doni të dukeni sa më shumë në formë, sa më mirë edhe për muajt e verës. Por një gjë tjetër që është shumë e rëndësishme është forca nga ana emocionale dhe forca nga ana psikologjike që keni në këtë fillim qershori, sepse nuk prisni më nga të tjerët, nuk prisni më nga familja, nga shoqëria, nga puna, çdo gjë që mund ta realizoni vetë e merrni përsipër vetë, e zgjidhni vetë. Dhe kjo do t'ju sjellë edhe mjaft konfidencë, do t'ju bëjë të ndiheni mirë, do t'ju bëjë të ndiheni shumë të sigurt në vetveten tuaj. Sidomos java e dytë e qershorit do t'jetë një javë ku ka ndodhur një ndryshim në vlerat tuaja, në mënyrën pra se çfarë gjërash shikoni në të shkuarën, si i mendoni gjërat në të shkuarën, me si i mendoni tani në të tashmen. Shumë nga sistemet e vjetra, kur them sistemet e vjetra, do me thënë pritshmëritë që mund të ketë pasur familja për ju, rregullat, traditat, kërkesat të caktuara të cilat vijnë nga që ne edukohemi nga shoqëria, nga rrethi jon familjar, nga preardhja jone, gjithçka tjetër, këtë pjesë ju jetoni për veten tuaj tashmë, nuk ju intereson shumë pjesa e të tjerëve, se si e shikojnë të tjerët, se si e mendojnë të tjerët, pritshmëritë që ato kanë, por thoni është diçka personale, jeta është e juaj, është një zgjidhje që ju e bëni për veten tuaj. Dhe disa Virgjëresha mundet edhe të largohen, sidomos nëse keni qenë pjesë e një sistemi të caktuar fetar, apo një institucioni fetar që ndoshta mund ta keni pasur edhe të trashëguar, pra familja juaj është fokusuar në këtë drejtim, ju keni vazhduar ndoshta për një kohë për shkak të familjes të shtyrë, po në atë besim fetar, tani jeni në një fazë që thoni atë se çfarë është e duhura e di unë, dhe lidhjen me Zotin, lidhjen me universin, lidhjen me një fuqi të mbinatyrshme, ajo është personale e imja dhe nuk kam pse t'i nështrohem rregullave dhe kufizimeve të një rregulli të caktuar, të një institucioni të caktuar, pra është diçka personale e juaja. Dhe kjo ju ka bërë në disa raste të keni pasur edhe mosmarrveshje apo debate apo konflikte me persona të tjerë që janë të indoktrinuar edhe të përfshirë shumë në atë sistem, por ju keni gjetur vetveten. Kjo është shumë e rëndësishme. Keni gjetur atë çfarë ju bën të lumtur, ju ndjeni të plotësuar si person. Se shikoj forcën në javën e parë, shkëputjen nga këto sistemet e vjetruara që nuk funksionojnë më. Edhe kjo mund të jetë jo vetëm në kuptimin fetar për çdo virgjëresh, mund të jetë edhe
me një mentalitet, me mentalitetin e zonës, me mentalitetin e qytetit ku ti mund të kesh lindur apo kur ke jetuar për disa vite, ke ndryshuar, mentaliteti yt ka ndryshuar, mënyra si e shikon botën, si e shikon jetën, si i koncepton gjërat, është ndryshe nga të tjerët. Dhe mundet në këtë proces edhe të kesh humbur disa miqe apo disa persona të njohur, se ti tani je ndryshe nga ata, nuk keni më pikat përbashkëta, por ke gjetur vetveten, ke gjetur veten tënde dhe shikoj që Virgjëresha jeni të qetë, jeni në harmoni totale. Java e tretë është një javë shumë pozitive. Kjo energji më tregon që keni një jetë të mirë, një jetë të balancuar, një jetë ku keni gjetur atë të mesmen e artë mes angazhimeve, punës, përgjegjësive, kohës së lirë, kohës që ju shpenzoni duke bërë gjërat që ju pëlqejnë, ju bëjnë të ndjeheni mirë. Kush është në një marrëdhënie dashurie, jeni në një marrëdhënie stabil, jeni në një marrëdhënie të ekuilibruar, kuptoheni mjaft mirë me njëri tjetrin. Mund të jetë një marrëdhënie që të tjerët nuk e kuptojnë, mund të jetë një marrëdhënie që të tjerët mund ta shikojnë si jo konvencionale, jo tradicionale, ndoshta ju të dy keni zgjedhur kështu, keni zgjedhur që rruga tradicionale nuk është rruga më e mirë për ju, martesa apo të bërit gjërat në një rregull të caktuar, ju e jetoni jetën siç doni, po keni mirë kuptim me njëri tjetrin. Keni harmoni, keni qetësi, ndjeni shumë mirë. E njëjta gjë vlen edhe për disa virgjëresha në aspektin profesional. Mund të jetë një punë që të tjerëve ju duket si punë që nuk ka të ardhura shumë të mira apo shumë mjekohe apo nuk e shikojnë vlerën tek puna juaj, ndërkohë që ju pëlqen, ndërkohë që ju ndjeni mirë, ndërkohë që është një punë që ju ofron fleksibilitet në orar, mund të punoni në orë të ndryshme, keni lirinë për të zgjedhur, lirinë për të vendosur, pra keni shumë aspekte pozitive dhe për ju gjithçka është okay. Mund të mos kuptohet së jashtmi nga njerëzit e tjerë, por në botën tuaj, në privacitetin tuaj, ju jeni shumë të lumtur dhe shumë të qetë me vendimet që keni marrë, që ju kanë sjellë deri në këtë pikë në javën e tretë të qershorit. Gjithashtu një ndryshim pozitiv në rritje të konfidencës tuaj do të shikoni edhe me datë 17 qershor, kur Marsi, planeti që lidhet me agresivitetin, që lidhet me atë adrenalinën, me energjinë luftarake, me vendosmërinë, po lidhet gjithashtu edhe me intimitetin, me pasionin, futet në shenjën tuaj në Virgjëresh nga data 17 qershor, dhe aty pastaj ju do të ndjeni edhe më shumë rritjen e adrenalinës, rritjen e energjisë, vendosmërisë, po kjo do t'ju bëj edhe më të qartë, do t'ju bëj edhe më të prerë. Do ta shikoni këtë gjë sidomos në javën e fundit të qershorit, ju shikoj me asin e shpatave, nuk ka, nëse keni toleruar më përpara disa gjëra, këtu jeni shumë të qartë, shumë luftarak, shumë të vendosur. Edhe në biseda, unë dua këto janë kërkesat e mia, gjërat do zhvillohen kështu, me një organizim perfekt, me një bisedë perfekte, shumë lidera në atë çfarë ju dëshironi, shumë të mpret nga ana psikologjike, me një konfidencë, me një vendosmëri që do të jetë e qartë, shumë e qartë në mënyrën se si silleni, në mënyrën se si reagoni në çdo gjë, do të jetë ajo forca juaj dhe fakti që ndjeni kaq mirë me veten tuaj do rrezatoj edhe së jashtmi. Prandaj unë ju rekomandoj për këtë muaj, por mund ta përdorni në çdo kohë që keni nevojë për këtë energji, si kristal nga orakulli i kristaleve Citrina. Citrina dhe mesazhi thot suksesi do të jetë i yti, shkëlqye dhe ndiq pasionin tënd. Citrina është një nga kristalet më të bukur, sepse lidhet me energjinë e diellit, lidhet me energji mashkullore, pra edhe në qoftë se ti je femër, kur je në një situatë që do të marrësh një vendim, do të hapësh një biznes, do të fillosh një punë të re, do të bësh një ndryshim në jetën tënde, do të kesh më shumë energji pozitive, më shumë atë pjesën e konfidencës të rritur dhe të shkëlqesh, të biesh në sy, të mbash citrinën, të ndihmon jashtëmase, se një lloj si ne e dashurojmë diellin, ndihemi shumë mirë kur
kur është një ditë e bukur, një ditë me diell, të mbarë citrinën me vete, të jep të njëjtat karakteristika, sepse ajo energjia diellore futet dhe kur e mban në trup, vlerat e kristalit kalojnë edhe në fushën tënde elektromagnetike dhe um, rrezaton si person, si individ, veçanërisht për virgjëreshat që mund të kenë qenë në situata ku kanë nevojë për më tepër konfidencë, kanë nevojë të shkëlqejnë, kanë nevojë të bien në sy, kanë nevojë të kenë më tepër vëmendje. Është një nga kristalet më të bukur që unë e kam provuar edhe vetëm, ka dhënë rezultate shumë shumë pozitive. Prandaj nëse jeni të interesuar për kristalin e citrinës, këtë byzylyk të bukur me citrinë, mund ta porosisni nga websajti im, linkun e keni këtu poshtë tek video. Gjithashtu tek websajti mund të gjeni edhe këto vëthët e bukur me citrinë, me ngjyrë të verdhë, që lidhet, siç ju thash, me energjinë e diellit. Dhe do t'ju rekomandoja, kur është një ditë e bukur me diell, pa re, vendoseni këto stoli, vathët ose byzylykun ose varsen, vendosini në kontakt të drejtë për drejtë me diellin, sepse është një formë për të karikuar citrinën vetëm si kristal, dhe më pas mbajeni në trup, ajo e ndihmon shumë kristalin që të thith energjinë diellore dhe ajo të transmetohet pastaj direkt tek ju. Pra kush është i interesuar, mund t'i porosisni direkt nga websajti im në www.goldentruthtarot.com. Dërgesa bëhet në të gjitha vendet e botës. Linkun e keni këtu poshtë tek video, por edhe tek përshkrimi. Kjo është energjia që ju duhet e citrinës gjatë muajit qershor dhe shikoj si një muaj fantastik, një muaj të jashtëzakonshëm, një muaj që do të sjellë një ndryshim pozitiv në jetën tuaj në çdo aspekt, në çdo drejtim, ku jeni vetvetja dhe jetoni jetën virgjëresha ashtu siç doni ju, pa kufizime, pa struktura nga të tjerët, pa frikë, me 100% vetbesim dhe 100% dëshirë për të jetuar jetën në maksimum të plotësuar në çdo aspekt, në çdo drejtim. Prandaj unë ju uroj një muaj sa më të mbar, ju uroj gjithë të mirat. Nëse ju pëlqeu ky lexim, lutem shpërndajeni edhe me miq të tjerë që duan të ta dëgjojnë këtë mesazh dhe të përfitojnë nga ky lexim. Ju falenderoj, ju uroj gjithë të mirat dhe bashkë të dëgjohemi në videot e ardhshme. Faleminderit, mirupafshim.